i sinqert, ku maggioranza kërkon të mbylli hapësirat që ka opozita, qoftë në komisione, qoftë në seanca plenare, qoftë në diskutimet, qoftë në rezolutat, qoftë në kërkesat që ka opozita, që janë kërkesa legjitime dhe që shfrytëzon parlamentin. Pra kemi një problem serioz në parlamentin shqiptar, i cili po shkon drejt degradimit të rolit të parlamentarizmit. Ky është që si rredhoi e këtyre elementeve, si rredhoi e arrogancës maggiorancës, krijojnë situata të vështira, situata të absolutisht tensionesh, në cilat maggioranca i provokon, i krijon dhe pastaj kërkon të mbylli debatet dhe miraton ligjet pa hapur diskutimet dhe pa bërë diskutimet që duhen bërë dhe që rregulloria e parlamentit kërkon të diskutohet çdo ligj përpara se të votohet, gjë që ndodhi dje, ku bllokua diskutimi i ligjeve do votuar në arbitrare vetëm nga maggioranca, pa debat, pa diskutim me opozitën shqiptare. Megjithatë, a na përshkruani ndoshta atë sepse ne pam disa video të cilat më pas edhe për ata të cilët nuk e kanë përcjell seancën në përgjithësi edhe mund t'i kenë disi jo të filluara gjithatë. Çfarë ndodhi saktësisht deri tek momenti sepse realisht në video edhe një herë unë nuk dua të diskutoj disa detaje të cilat flasin vetëm për arrogancën dhe mungesën e etikës së thellë parlamentare. Unë diskutoj elementet politikë. Dhe elementet politike janë këto dhe që u shprehën dhe dje. U shprehen në provokacionet që kjo maggiorancë bëri qoftë për 2 prillin. Unë e kuptoj, zotëri Shi, u shprehen në mënyrën e përgjigjes që ofendimit që u bë deputetëve të opozitës. Dhe pasaj, padyshim, kjo maggiorancë, kur duhet krijuar një situatë mjaft të parregull në parlament, jo si çdo herë tjetër, mbylli diskutimet. Kjo është thelbi dhe esenca. Unë e kuptoj, deri këtu jemi mjaft mirë, jemi korrekt, ju e shpjeguat. Megjithatë, ajo çfarë më intereson mua dhe po besoj ju intereson edhe. Po nuk më intereson mua të hyjnë elemente të tjerë sepse janë të parëndësishëm kur rëndësishëm ka elementi politik i një qëndrimi arrogant të maggiorancës që kërkon të mbylli gojën opozitës, të ofendojë deputetët e opozitës. Tu jemi dakord. Unë ajo çfarë mua më intereson dhe ju intereson po besoj edhe shikuesve sepse realisht ne parlamentet, kuvendin e Kosovës, kuvendin e Shqipërisë, njerëz të cilët ju kemi zgjedhur të jeni përfaqësuesit tonë atje, padyshim se ne ju shohim si shembull dhe më pas vjen një video të tillë dhe mbi këtë dua të diskutoj. A ishte tërë ai tension si pjesë e një provokimi i cili u bë zotërit Noka, apo ishte moment, ishte çastit, sepse aty duket qartazi se ka lënë një shishe, a u sulmua zotëri Balla? Zotëri, unë nuk merrem me shishe apo jashtë shishe. Unë të thash në tërësi, ka një qëndrim për të mbyllur